Gjendet një zgjedhje të paktën e përkohshme dhe e vlefshme vetëm për pikën kufitare të KKV-s në lidhje me çështjen e toponimeve. Të paktën vetëm përkohësisht merr fund kalvari i mundimeve të emigrantëve shqiptar për shkak të problemeve që ka krijuar shkrimi i toponimeve të vendlindjes së fëmijëve të lindur në Greqi në pasaportat e tyre. Emigrantët shqiptar në Greqi mund të udhtojnë drejt Adheut për të festuar me familjet e tyre Bashkët Ortodokse nëpërmjet pikës kufitare të KKV-s. Drejtori për kufirin në Gjirokastër, Admir Abria, ka dhënë lajmin pas një takimi me drejtorin e policisë së Janinës dhe komandantin e KKV-s. Aty është rënë dakord që emigrantët, veçanërisht fëmijët e tyre të lindur në Greqi, të cilët kanë probleme me toponimet në dokumentat e tyre nga data e sotme deri në 12 maj, të mund të udhtojnë të lirë drejt vendlindjes nga kjo pikë kufitare. Pas kësaj date, sqaron Abria, emigrantët me probleme përsëri nuk mund të lejohen në pikat kufitare me Greqinë. Nuk ka ende një marrëveshje për kalimin në pikën kufitare të Kapshticës.